A e dini se një ndër gjallësat me energjinë më të madhe e ma është milingona. Ka dhe kafshë të tjera ose qenjë të tjera që janë më me energji të madhe, po mund të rrëgjë vëmendjen milingona. Milingona mundet me e majt diçka në trupin e vet që është shumë herë më e madhe se sa vet ose peshon më shumë se sa trupi vet. Dhe një ndër gjallësat që ka energjinë më të ulët e ma është ajo kafsha që quhet kafsha përtace ose një emër tjetër quhet sloth. Arsyeja pse po ju jap këto fakte ka lidhje me temën për cilën do të flas sot. A je ti një ndër ata njerëz që do të dëshiroshe shumë që të kishe një energji trupi shumë më të madhe, apo se nga njëherë njerëzit me të pa drejt të thrasin për tac? Nëse po, atëherë kjo video është për ty. Unë quhem Shpresa. Jam një holistic health and wellness coach, që do të thotë jam një trajner shëndeti dhe ndihmoj njerëzit që duan të përmirësojnë shëndetin e tyre në të gjitha anët fizike, mendore dhe shpirtërore, pa medikamente. Unë jam gjithashtu edhe një fizioterapiste që praktikoj fizioterapinë për rreth 20 vitesh. Nëse jeni për herë të parë në kanalin tim, ju falenderoj që keni ardhur dhe ju mirëpres. Nëse jeni rikthy në kanalin tim, ju falenderoj që keni ardhur prapë dhe shpresoj që të merrni informacionet që mund t'i futni në punë dhe t'ju shërbejnë ju për qëllimin tuaj. Atëherë pra, siç e pat edhe nga titulli, tema për sot ka lidhje me energjinë e trupit. Shumë njerëz e kanë energjinë e trupit të një niveli shumë të ulët edhe janë pa pushim në pyetje me veten e vet, ose ndoshta shkojnë edhe te mjeku edhe pyesin se pse energjia e trupit të tyre është kaq e ulët. Nëse nuk e keni marrë përgjigjen nga doktori, atëherë unë do t'ju ndihmoj me disa arsye që e di që ndikojnë në energjinë e trupit. Dhe që janë disa hapa që mundesh ti marrësh edhe ti zbatosh që me rrit energjinë e trupit, me rrit vitalitetin edhe me keni kënaqur me veten tënde, pasi kur ke energji, ke lëvizje, kur ke lëvizje jeton. Atëherë, arsyet pse njerëzit kanë lodhje kronike ose njihen shumë të plogësht shumicën e kohës ose kronikisht ndihen shumë të lodhun, janë gama të ndryshmet. Por unë do sjell ato ma kryesoret që ju t'i veni re në veten tuaj edhe të bani hapa që duhen për me i përmirësu. Arsyet për të cilave ti mund të ndihesh i lodhun kronikisht, i plogësht edhe shumë lethargjik, mundën me kenë fizike, mendore apo edhe emocionale. Disa nga arsyet fizike se pse dikush është i lodhun është mungesa e lëvizjes ose mungesa e ushtrimeve fizike. Nëse nuk lëviz sa duhet, nëse nuk e vën muskujt në punë, nuk e vën gjymtyrët në punë, atëherë edhe gjaku në trupin tonë dhe langjet e trupit nuk kanë me lëviz ashtu si duhen. Nëse langjet nuk lëvizin si duhen, nëse gjaku nuk lëviz si duhet, atëherë as gjaku, as organet e tjera nuk e marrin oksigjenin e nevojshëm për me kriju funksionet vitale edhe për me dhënë ty atë energjinë që duhet ty për me plotësu të tëra kërkesat që i ke për jetën tënde. Një tjetër arsye fizike është mospirja e ujit të mjaftueshëm. Kjo tema ujit është shumë e gjanë, unë do ta ceku krejt pak sot, por do t'ju them që mospirja e mjaftueshme e ujit në trupin tuaj çon në lethargji, çon në lodhje të vazhdueshme për të njëjtën arsye, sepse trupi nuk i merr edhe në qoftë se ushqehesh mirë, nëse nuk ke ujë, ato ushqime, lëndët ushqyese nuk përçohen në organet e trupit edhe nuk përçohen tek gjaku, i cili e merr pastaj dhe e shpërndan në të gjithë trupin. Një arsye tjetër fizike është të mos ushqyerit siç duhet, ose nuk han mjaftueshëm, ose ato që konsumon nuk e kanë nivelin e ushqimit ose të vlerave ushqyese të lartë që ti me marr ato lëndët ushqyese që të duhen ty për me pas një energji optimale. Ka njerëz që ushqejnë me të gjitha vaktet, gjithsesi ndihen se janë shumë të lodhun edhe ju duket sikur ushqimi që konsumojnë nuk i jep rezultatet e energjisë
për cilën ata shpresojnë që do të marrin. Kjo mund të ndodhë për disa arsye. Një arsye kryesore është se ushqimet që të asimilohen edhe të marrin të landet ushqyese të përçojnë gjithkund në organet e tjera të trupit, duhet që zorët e holla të jenë në funksionin e tyre më optimale më. Pasi në qoftë se zorët e holla janë të mbushura me kimikale ose kanë ato lande toksike, atëherë ato kanë humbë vetin, ato kanë disa si push ose si flokë të holla, nëpërmjet të cilave i marrin landet ushqyese dhe i përçojnë në të gjithë trupin. Nëse ti nuk je ushqy shëndetshëm, pas një farë kohe, trupi ose zorët e humbin vetin që ti thithin landet ushqyese dhe si rrjedhim, nëse nuk i ke zorët e holla dhe zorët e trasha në shëndetin e plot, edhe ato lëndet ushqyese të ushqimeve që konsumon nuk do të përçohen në trupin tanë, edhe pavarësisht nga sasia e ushqimit që merr. Shumë e rëndësi. Një tjetër arsye fizike që është me shumë rëndësi është edhe gjumi. E kam folë edhe 1 ose 2 video të tjera se gjumi është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm për vitalitetin tonë. Kur vjen puna te energjia, gjumi ka të bëjë jashtëzakonisht shumë, edhe mund të them se është një ndër arsyet kryesore që ti e ke energjinë e trupit te një niveli shumë të ulët. Nëse je i pakët në gjumë, ditën tjetër do t'jesh i irritum, ato funksionet e ditës nuk do t'i krysh siç duhet, edhe ju thash edhe në një video tjetër që edhe mendimet të menduarit do t'jetë shumë më i dobët. Nëse të menduarit është shumë i dobët, atëherë ato mendimet negative e gjen atë terrenin e përshtatshëm për të bllokuar trunin tanë, për të bllokuar mendjen tënde, pastaj siç thash je irritum, kërcen shpejt ose nervozohesh shpejt me njerëzit e tjerë, pastaj ato marrëdhëniet me njerëzit prishen, emocionet janë të një shkallë shumë të dobët dhe si rrjedhim ajo bjen atë që quhet ankth, të gjitha këto vijnë me kalimin e kohës, po mas ankthit vjen depresioni dhe ankthi janë motor e vllasit, me thënë, njëna bjen tjetrën, tjetra bjen njënën, edhe kështu me radhë. Pra, mungesa e gjumit është një ndër arsyet kryesore se pse ti nihesh shumë i lodhën ose lethargjik. Në lidhje me gjumin, është edhe diçka tjetër që dua ta theksoj edhe ta bie vëmendjen tuaj të kjo, edhe është pikërisht gërhitja. Nëse e ke vurej ti apo pjesëtarët e tjerë të familjes e kanë vurej që ti gërhet shumë gjatë gjumit ose të ndalet fryma për sekonda gjatë gjumit dhe ata duhet që të lëvizin ty që me marrë fryma mirë, atëherë ta dish edhe kjo është një arsye shumë e rëndësishme me ditë, pasi të duhet të shkosh të kërkosh ndihmën e mjekut, sepse nëse ti ke atë që quhet, nuk e di se si quhet në shqip, por në anglisht quhet sleep apnea, është atëherë kur pra gërhet edhe nuk merr oksigjenin që duhet gjatë natës dhe gjatë ditës je shumë i lodhur. Këto janë 3 simptomat kryesore. Atëherë, nëse ky je ti, të ftoj ose me të vërtet të këshilloj që të shkosh edhe të konsultohesh me doktorin, pasi sleep apnea është shumë e dëmshme për trupin edhe për shëndetin tanë dhe ka pasoja shumë të mëdha edhe për të ardhmen tane. Si që përmena, mungesa e gjumit gjithashtu bjen atë problemet mendore si rrëdhim, bin problemet emocionale, edhe nëse ti vuan nga kjo plogështi apo lodhje kronike, tjetra gjë që duhet të fokusohesh është të menduarit, ose mënyra se si mendon. Njerëzit që kanë këto veti ose janë të lodhur gjatë gjithë kohës, kanë plogështi, kanë këputje, kanë këto karakteristika të menduarit që kanë rezistencë ndaj çdo lloj gjaje që ndodh në jetën e tyre, qoftë mirë, qoftë keqe.
kanë qef të rinë në atë vendin që kanë kriju ose që kanë zonë jetë pa dal nga ajo kuadrati vetë. Okay? Tjetra karakteristik është se këta njerëz nuk i gjejnë shijen e mirë në jetë për asnjë gjë që ndon jetën e tyre. Janë gjatë gjithë kohës me një plagështi monotone, janë monoton gjatë gjithë kohës. Edhe e treta është se këta njerëz gjithmonë mendojnë si kur janë të padashtun, nuk i gjenë dashurinë dot tek njerëzit e tjerë, janë padashtun prej të tjerëve dhe gjithçka që e bajnë me jo me atë energjinë ose dashurinë e plot që kishin mujt me e dhanë. Atëherë, kena ardhur në ajo që ndoshta po pritni të tanë, në konkluzionin se si mi a ba, çfarë bëjmë që të përmirësojmë këtë gjendje të plogësht. Unë do t'jam përmbledhi dhe atëherë pra, lëvizje baras jetë. Prapë ju them, filloni lëvizjet fizike ose ushtrimet fizike që të ndihmojnë me çu aktivitetin e gjakut, të muskujve edhe aktivitetin e jetës tuaj. E dyta, pini ujë. Ju rekomandoj të pini një minimumin e ujit që mund të pini është 8 gota të mëdha uji në ditë. Niseni ditën me një gotë uji, mundësisht me hidhur pak limon, shumë e mirë për shëndetin tanë, por të paktën minimumi për moshën 18 vjeç edhe më nej, minimumi 8 gota uje në ditë. Them minimumi pasi pirja e ujit ka të bëjë me shumë gjëra edhe faktorë të tjerë për të cilat do të flas në një video tjetër. E treta, konsultojeni me doktorin nëse gërhitni shumë gjatë natës. E katërta, mbajeni gjendjen emocionale sa më nalte ma që të mundeni. Nëse bani këto hapat e parë, të parën të dytin sidomos, atëherë gjendja emocionale do të përmirësohet. Edhe ajo që është me rëndësinë më të madhe, të gjitha kanë rëndësi të jashtëzakonshme, po ajo që ka rëndësi më të madhe është që të kesh higjienën e gjumit. Bjerë në shtrat në të njëjtën kohë, zgjoju nga shtrati në të njëjtën kohë dhe merr gjumin që të duhet. Tjetra është ushqeju shëndetshëm. Ushqeju me ushqime që të kanë vlera ushqyese dhe jo me ushqime të përpunume dhe me kalori boshe. Diçka që nuk e përmena gjatë videos më përpara, por që është me shumë rëndësi, është paksimi i konsumimit të kafeinës ose të pijeve me kafeinë dhe të pijeve me gaz, si që janë Coca-Colat, e ndryshme langjet me sheqer, që kanë sheqer edhe kafeinë në to, edhe sidomos largojeni Red Bullit. Red Bull është një bulli i kuq që me të vërtet ka energji të jashtëzakonshme si kafshë që ka kriju Zoti në mënyrë të tillë, por ai konsumimi i pijes së Red Bullit apo të gjitha pijeve që kanë ngjashmëri me të është diçka manipuluese për trupin tanë. I jep energjinë për një kohë shumë shkurt, po pastaj ajo energji ashtu siç e merr shpejt, ashtu bjen. Kështu që largojeni këtyre pijeve. Ndërsa për me përmirësu gjendjen emocionale ose mënyrën e të menduarit, për me ndryshu mendimet negative të mendime pozitive që të shërbejnë ty për me të rritë energjinë me këto afirmime. Për shembull, thuje me menjën tane që unë jam shumë entuziast për jetën dhe jam i mbushur me energji. Ose çdo ditë unë vendos që ta ushqej trupin edhe mendjen me ushqimet ma të shëndetshme që i duhen për me funksionu në mënyrën ma energjike të mundshme. Dhe unë jam i gatshëm që të çliroj veten nga plogështia, nga lodhja edhe nga këputja, duke e nxjerr fuqinë që kam brenda vetes për jashta dhe duke shërby trupit tim, mendjes time dhe jetës time. Atëherë pra shpresoj që kjo video ju dha informacionet e duhura që ju me kuptu se pse janë ose çfarë janë disa nga arsyet pse ti i lodhun ose i këputën dhe çfarë duhet me bë për me marr
disa hapa përpara që ta ndihmosh veten për me ken ai person për cilin Zoti ka pru njët për me ken edhe me energjinë tënde, me shndërru jo vetëm jetën tënde, por edhe jetën e njerëzve përreth teje. Zgjoju, jepi vetit fuqinë e brendshme që ke, largoj bllokadat që të kanë bë për me ardhë në këtë pikë me energji të dobët. Ti mundesh. Ju falenderoj që më ndoqët dhe shihemi në videot e tjera. Mirupafshim.